Dhe në këtë sekond ne jemi munduar, pa kushte, ta plotësojmë dëshirën tuaj. Të japim një mundësi ndryshe Kosovës. Pas një kusht, me zemër plot, kemi dashur që në këtë garë të shkojmë bashkë e me dha mundësi ndryshime. Fatkeqësisht, ky bashkim nuk ka ndodhur. Shkaku pse s'ka ndodhur bashkimi tani më dihet. Ama, kjo vish një fazë. Rruga për bashkim është e vështirë, por ne do të vazhdojmë. Ashtu siç i kam dhënë fjalën. Juve bashkëtar, shok, miq, gjithë ju që keni shkruar, qytetar, thjesht me shumë hallë problemet juaja. Siç e kam dhënë fjalën që kam e punu, e fuqishëm për atë bashkim, unë nuk do të ndalem me bashkëtorët e mi. Ne do të punojmë. Dhe ai bashkim do të vjen. Dua publikisht ta e fjalën. Ato që kemi thonë vazhdimisht. Tani para kamera. Nisma garon në zgjedhje. Nisma garon në zgjedhje me 110 burra e gra, familjarë të dëshmorëve, veteran e veterane, intelektual, grua e burra të cilët e kanë vetëm një synim. Në listën tonë zgjedhore, nga Nishi deri në 110, askush nuk e qenë halli kush do të jetë deputet i Parlamentit Kosovës. Ne jemi rreshtuar 110 vetë për t'ia dhënë mundësi ndryshimit Kosovës, qeverisjes dhe bashkimit të madh. Nëse nisma, e unë jam i bindur, do të jenë në parlament me grupin e vet parlamentar, do t'i bashkohemi bashkimit. Do t'jemi bashkë me shokët, me shoqet, me gjithë ata që kanë kërkuar bashkimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.